këtë edicion do të ndihni. Janë përkujtuar 14 dëshmorë të rënë më 29 mars të vitit 1999 në betejën e Shishmanit të Bokës në Gjakov. Me këtë rast janë bërë homazhe pranvarezave të rënëve, të cilët përmes një lufte të jashtëzakonshme e kanë shkruar historinë. Të dielën në mbrëmje në Kosovë arriti kontingjenti i parë me 24.000 doza të vaksinave kundër koronavirusit të kompanisë AstraZeneca. Disa qytetarë në Gjakov e shohin si arritje të madhe për vendin, e ca të tjerë thonë se nuk do ta marrin atë. Banorët e lagjes së ashtu quajtur pika e zezë në Gjakov ka kohë që ankohen për mungesë të infrastrukturës, rrugët nuk janë të rregulluara, nuk kanë kanalizim e as ndriçim. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore. Janë përkujtuar 14 dëshmorë të rënë më 29 mars të vitit 1999 në fshatin Shishman të Bokës në Gjakov. Me këtë rast janë bërë homazhe pranvarezave të rënëve, të cilët përmes një lufte të jashtëzakonshme e kanë shkruar historinë. Data 29 mars shënon për vjetorin e 14 dëshmorëve të Shishmanit të Bokës, të cilët ranë 22 vite më parë. Kryetari i komunës Gjini dhe bashkëpunëtorët kanë bërë homazhe në varrezat e qytetit të Gjakovës, duke vlerësuar lart kontributin e dëshmorëve për lirinë që e gëzojmë sot. Lavdi! Tani jemi në kohën kur i përkujtojmë shumë prej bashkëluftarëve tonë, prej herojve tonë, prej dëshmorëve, po edhe shumë martir. Është koha kur populli ynë para 22 viteve ka pas pësimin më të madh të viktimave, qoftë në betejat luftës, qoftë me civil të cilët janë vrarë nga forcat serbe. Këto ditë sjellin prap kujtimet dhimbshme për familjarët dhe për gjithë ne, po në të njëjtën kohë sjellin edhe momentet krenarisë, për shkak se gjithë ata që sot e gëzojnë lirinë kanë kohë me reflektu, me u kujtu, me pa që kjo liri nuk ka ardhur pa çmim. Për këtë liri kemi paguar një çmim jashtëzakonisht të madh, edhe duhet me vlerësu si të tillë. Zade Shala, nëna e dëshmorit Bujar Shala, e mban me krenari kujtimin për djalin e saj që u flijua për atë dhe. Ma në gjallë një vullnet i tina, një krenari për tonë, jo të për ta, për tonë. Inshallah, Zoti është përblen. Bashkim Lokaj, që ka qenë përkrah luftëtarëve që nga viti 1998, thotë se ndjehet krenar që ka luftuar përkrah këtyre trimave që nuk ursyen as jetën e tyre. Me datë 28 të retit, jena nisë prej Vlonës, zbashku me 45 shokët. Me të hyrë afër Shishmanit Bokës të livadët e gjata që i thoi, aty kem ranë prit. Ka qenë një pritin ati pa barabartë, të lodhun nga rruga, edhe bien herëkisht 14 dëshmorët, të cilët ishin pjesë e jona që i kishim gjithçka. Sakrifica atyne, gjakut tina sot e gëzojmë lirinë, lavdi e përjetshme. Gjaku i këtyre dëshmorëve është dëshmi që e meritojmë lirinë sepse kemi paguar shumë që sot ta gëzojmë, u thanë ndër të tjera gjatë këtyre homazheve. Në sallën 1 tetori në Prishtinë janë bërë të gjitha përgatitjet për fillimin e vaksinimit kundër COVID-19. Në këtë sallë është vendosur dhe stafi mjekësor që do ta kryejë këtë shërbim që do të nisë të martën. Gjatë pasdites, sipas zëdhënësit për media të Ministrisë së Shëndetësisë, Faik Hoti, pritet që të ketë një ceremoni. Pas arritjes së dozave të para të vaksinës kundër COVID-19, Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia gjatë një takimi me kryetarët e komunave të Kosovës ka njoftuar se procesi i vaksinimit do të nisë të martën në klinikën infektive dhe sallën 1 tetori, ku fillimisht do të vaksinohen personeli shëndetësor si dhe personat e moshës mbi 80 vjeç me sëmundje kronike me gjendje më të rëndë. Të dielën në mbrëmje në Kosovë ka arritur kontingjenti i parë i vaksinave anti-Covid. Bëhet fjalë për 24.000 doza të vaksinës së prodhuar nga AstraZeneca, të cilat Kosova i ka pranuar nga programi COVAX i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Sot pasdite edhe kryeministri Albin Kurti e ka marrë vaksinën anti-Covid.
Të dielën në mbrëmje në Kosovë arriti kontingjenti i parë me 24.000 doza të vaksinave kundër koronavirusit të kompanisë AstraZeneca. Disa qytetarë në Gjakove shohin si arritje të madhe për vendin, e sa të tjerë thonë se nuk do ta marrin atë. Gjatë kësaj jave pritet të nisë vaksinimi i qytetarëve kundër COVID-19 me vaksinat AstraZeneca, të cilat kanë arritur mbrëm në Kosovë. 24.000 dozat e para të vaksinës janë të siguruara përmes programit COVAX, nga 100.800 doza do të marrë gjithsej Kosova nga ky program. Qytetarët e komunës së Gjakovës mendojnë se duhet marrë vaksinën. Po sigurisht që do ta marrim, pasi që kjo vaksinë është dedikuar për neve, për të na mbrojtur nga këtij virusit, edhe ne jemi gatshëm ta marrim. Kjo është arsyeja që ne gjithë duhet të jemi të gatshëm ta marrim. Apeloj të qytetarët që të gjithë ta marrin vaksinën kur ju ofrohet mundësia. Edhe apeloj që të kenë kujdes, të mbajnë maskat, të ruhen, mos të japin dorën njëri tjetrit, se mjafton vetëm dorën zemër. I besoj shëndetësisë dhe mjekësisë. Është e domosdoshme që të vaksinohet e marë popullata për mi zhdu këtë virus, por ndryshe rrjedha deri sot kanë vërtetuar që pa vaksinë nuk ka me kalu ky virus. Vaksina është kundër virusit dhe bëjmë apel që të gjithë që ka nevojë duhet ta marrin, janë shprehur të tjerët. Hasheruse, për mos me kapë smunja për që ta marrim. Cili është apeli juaj tek qytetarët? Po apeli jam është me marr për shpëtimin e kësaj smuje. Po si jo, po që s'ka të mjaftueshme se me herë që vjen rasti, po se mos më marr. Ajo për mbrojtjen tonë. Ndryshe nga të tjerët, disa qytetarë thonë që nuk do e marrin këtë vaksinë sepse nuk besojnë në të. Jo, arsyeja është se kjo vaksinë nuk ka kurrë garancione. Edhe çfarë pasoja, a me pasoja apo pasoja. Unë dëgjoj shumë mjekë që i kanë bërë, po unë dëgjoj bashka eksperta, unë dëgjoj një ekspert në Angli që e pyetën atë, a do me marrë vaksinën, tha jo. Arsyeja tha s'ka garancion, edhe nuk janë ka prodhuar gjithçysh. Unë për momentin nuk e një vetën që jam i nevojshëm për vaksinë dhe kisha dëshiruar, jam shumë i lumtur që ka hallat atë që ka nevojë ta marrin. Ende nuk kemi vendosur për atë, për shkak se jeri le ta marrin po ata që kanë më nevojë se sa unë për veti vetëm e kam të kalu. Vaksinimi do të nisë me personelin shëndetësor, duke vazhduar më pas me grupet e qytetarëve të rrezikuar dhe të moshuarit. Rritja e numrit të rasteve me koronavirus në vend ka bërë që objekti mjekësisë sportive të mbushet me pacient. Aktualisht në këtë klinik kanë mbetur edhe 4 shtretër të lirë për persona që kërkojnë hospitalizim, tha menaxheri i kësaj klinike Artan Ameti. Doktor Ameti sqaroi se gjatë ditës mund të rritet edhe numri i vendeve të lira. Këtë klinik ka pak vende të lira, realisht sot i kemi vetëm 4 vende të lira në këtë mëngjes, po gjatë ditës sigurisht do të bëhen edhe lirime të pacientëve të tjerë dhe do të rritet numri i vendeve të lira. Menaxheri i kësaj klinike thotë se numri i pacientëve që trajtohet me COVID-19 në mjekësinë sportive është 90. Në klinikën efektive 2 ose objekti i mjekësisë sportive, kapacitetet janë të mbushura që 2 javë të fundit. Pra kapacitetet maksimale i kemi 95 pacienta. Realisht nuk kemi ndonjë kufizim të madh të moshës. Të gjitha moshat janë prezent këtu, prej atyre të cilët janë të moshës mesatare dhe deri të pletë që janë mbi moshën 80 vjeçare. Kurse për moshën pediatrike kujdeset klinika e pediatrisë. Rritja ekonomike, krijimi i vendeve të reja të punës mbi të gjitha, mbështetja e sektorit privat për një zhvillim ekonomik do të jenë një sfidë për qeverinë e re Kurti 2, e cila u votua në kuvend me 22 mars. Vaksinimi dhe ulja përhapjes së pandemisë që ka të bëjë me rikëmbjen ekonomike, sipas njohësve të çështjeve ekonomike, duhet të jetë prioritet në rend të parë me një angazhim dhe përkushtim nga kryeministri Albin Kurti. Eksperti i ekonomisë Lek Musa tha se problemi thelbësor qëndron mbi atë se pritjet janë shumë të mëdha nga qytetarët për qeverinë e re, e në anën tjetër, siç tregon ai, plani ekonomik i cili është prezantuar nga partia Albin Kurtit nuk do të mund të bëjë një arritje të madhe. Pritjet e qytetarëve janë jashtëzakonisht të mëdha dhe një pjesë mund të themi
të arsyes për këto pritje janë kritika e vazhdueshme e partisë në pushtet dhe mund të themi premtimet të cilat i ka dhënë kanë qenë mund të themi të jashtëzakonshme dhe si të tilla prandaj edhe qytetarët kanë një pritje që kjo qeverisje e re në farë forme mund të themi do të bëj një punë të jashtëzakonshme e cila një situatë në cilën është Kosova është mjaft e vështirë sepse edhe nevojat janë të jashtëzakonshme. Sipas Musës, Kosova ka normën e papunësisë më të lartë krahasuar me vendet e rajonit. Musa shton se për të zvogëluar papunësinë dhe për të arritur një efekt të madh në aspektin e ngritjes së mirëqenies, nuk mjafton një qeverisje apo një mandat 4 vjeçar. Nuk pras se do të kenë efekt të menjëhershëm në rritjen ekonomike. Mirë po, këto do të kenë një efekt pozitiv në çështje tjera të drejtësisë dhe të barazisë në përgjithësi. Dhe i presim efektet pak më pas disa viteve. Po kështu njëjtë si Musa po mendon edhe eksperti tjetër e ekonomisë Safet Kërxhaliu, i cili thotë se Kosova ka një qeveri normale në rrethana jo normale. Sipas tij, ndryshimi i shpejtë është i pamundur të ndodhë pa reforma. E mira që është për momentin Kosovë që kemi e vërtet një qeveri stabile, sepse të kesh më tepër se 50% vota dhe 58 deputet në parlamentin e Kosovës është një garant e stabilitet politik. Në rend të dytë besoj që të pajtohemi që pritjet janë shumë të mëdha nga kjo qeveri dhe në këtë drejtim besoj që nuk duhet të pritet një periudhë kohore të shkurtë ndryshimi. Ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Kërxhaliu thekson se në aspektin afat shkurtër është urgjente të ketë një qasje më proaktive sa i përket vaksinimit dhe uljes së zvogëlimit të përhapjes së pandemisë. Duhet vetëm një koordinim i gjitha këtyre aktiviteteve, duhet ta kemi parasysh që pandemia COVID-19 e ka ndryshuar qasjen edhe në aspektin politik, edhe ekonomik, edhe social. Ndërsa në ekspozen e tij, kryeministri Albin Kurti më 22 mars ka theksuar se në qeverisjen e tij do të punojnë për progres në ekonomi, në zvogëlim të papunësisë dhe rritje së mundësive për të gjithë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk do të ketë nevojë për buxhet shtesë për organizimin e zgjedhjeve lokale, ndonse pritet që ky proces të mbahet i sfiduar edhe nga pandemia. Kryetari i këtij institucioni Valdete Daka ka konfirmuar se zgjedhjet komunale do kenë një kosto më të lartë krahasuar me ato nacionale për shkak të 2 rundeve. Jo, ne kemi parashikuar sa do të jenë zgjedhjet lokale, gjithsesi këto janë gjithmonë më të shtrejta. Situata krijuar nga koronavirusi pritet që KQZ-s t'i sjellë probleme në organizimin e zgjedhjeve. Mirëpo Daka shpreson se do fillojë dhe vaksinimi i popullatës, që siç thot ajo nuk do kishte nevojë për masa shtesë. Situata me pandemin ka me qenë ajo që mas shumë t'i ka me na sjell probleme, ndoshta shpresoj që popullata do të fillojë vaksinimin dhe ndoshta edhe masat do të lehtësohen dhe nuk do të ketë nevojë për këto masat preventive të cilat është dashur, por gjithsesi që e kanë rritë edhe koston e zgjedhjeve. E para KQZ-s tha se tashme janë të gatshëm për këto zgjedhje, pavarësisht që nuk ishin menduar se në shkurt do mbaheshin edhe ato nacionale. Po, KQZ-ja tashmë e ka ditë se ky vit është vit zgjedhor, pra do të jenë zgjedhjet lokale, gjithsesi ne nuk e kemi parashikuar që do të kemi edhe zgjedhje të parakohshme, po zgjedhjet lokale janë ato të rregullta për cilat na përgatitemi. Nuk do ketë nevojë për buxhet shtesë për organizimin e zgjedhjeve lokale, shprehur ajo. Gjykata themelore në Prishtinë i ka aprovuar kërkesën organizatës GLSOP dhe Gaja për shtyrjen e ekzekutimit të lejes ujore për hidrocentralin Brezovica. Kjo është bërë ditur në një konferencë për media të organizuar nga GLSP dhe Gaja, të cilat kishin dorëzuar kërkesën në gjykatë. Alba Dushi nga Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike në kuadër të GLSP-s, tha se hidrocentrali Brezovica është një nga hidrocentralet e ndërtuar me shumë shkelje jo transparencë. Hidrocentrali Brezovica është një nga 4 hidrocentralet të cilat janë ndërtuar nga kompania Matkos SHPK në komunën e Shtërcës. Proces ky i cili ka qenë jo transparent edhe ka përjashtuar publikun nga vendimarrja.
Sipas saj, një ndër shkeljet më të mëdha ka qenë ndërtimi në parkun kombëtar të Sharrit. Një ndër shkeljet më të rënda është edhe ndërtimi në zonën e mbrojtur Sharri, parkun kombëtar Sharri, në cilin rrezikohet flora, fauna, biodiversiteti e shumë të mira të tjera që ka natyra jone, e cila për interesa private po degradohet. Mevludes Kuroshi nga Gaja ka kërkuar nga qeveria të marrë masa sa i përket ndërtimit të hidrocentraleve, duke shtuar se ata do të vazhdojnë të mbrojnë lumenjt. Bëjmë thirrje e qeverisë të re, bashkë me Ministrinë e Mjedisit edhe me Ministrin e saj të ri, me marrë masa me njëhershme për çështjen e hidrocentraleve, edhe i bëjmë thirrje për me marrë përgjegjësi edhe mos me leju projekte të tilla cilat i kërcnojnë zonat e mbrojtura, ujin e pishëm edhe ujin për ujitje. Gjykata themelore në Prishtinë i ka aprovuar kërkesën për shtyrjen e ekzekutimit të lejes ujore për hidrocentralin Brezovica. Banorët e lagjës së ashtu quajtur Pika e Zezë në Gjakov ka kohë që ankuan për mungesë të infrastrukturës, rrugët nuk janë të rregulluara, nuk kanë kanalizim e as ndriçim. Edhe pse janë afër qytetit të Gjakovës, banorët e lagjës Pika e Zezë po përballen me mungesë të infrastrukturës. Halit Binaka është njëri nga banorët e Kotushëm, i cili është shprehur i shqetësuar për faktin se kjo rrugë dhe të tjera në këtë pjesë nuk janë në gjendje të mirë. Në mesin e segmenteve infrastrukturore janë edhe rrugët Gucia dhe Ali Hoxha që nuk janë të rregulluara, nuk kanë kanalizim dhe nuk kanë ndriçim. Përveç kësaj, Haliti na tha se shqetësuese janë edhe ujërat e zeza që dalin në sipërfaqe. Qëtu banojmë që 20 vjet. Pi 20 vjetë kem qitë kërkesën për rrugë, kem qitë kërkesën për kanalizim, kem qitë kërkesën për qëta bandera si 150 shtëpia jenë qëtu. Ti peshe edhe kanalizimin si dalin balkon familja, kajtë kjo lagje, ka probleme, ka irna, nëse irna veces, ku më shumë atëpër. Edhe një dyja me po në midis qytetit, kjo të merë. Banorët thanë se investimet në këtë lagje, e cila është zgjeruar me ndërtime të reja, kanë qenë fare të pakta dhe presin që kërkesat e tyre të merren parasysh. Dihet se muaj më parë Kuvendi Komunal ka investuar në asfaltimin e disa rrugëve në këtë pjesë të qytetit. Por kjo lagje ka një numër të konsiderueshëm të shtëpive që sipas zyrtarëve të urbanizmit, shumica prej tyre nuk janë të legalizuara. Kjo ka bërë që deri më tani të mos investohet në infrastrukturë. Ndërsa sipas drejtorit të shërbimeve publike Shkumbin Kastrati, pasi të përmbyllet çështja e legalizimeve, do të investohet. Ne jemi në vazhdimsi në kontakt me drejtorinë e urbanizmit, spoj duhet të përmbyllet çështja e legalizimeve dhe e zgjidhjes së problemit urban. Menjëherë pas kësaj, të gjitha segmentet të cilat do të futen në kuadër planit rregullues urban do t'i asfaltojmë, mirë po prioritet për këtë verë do ta kemi ndërtimin e kolektorëve, do të kanalizimeve në atë pjesë të rrugës dhe njëkohësisht ndërtimin edhe së rrugë. Në anën tjetër, banorët janë të vetëdijshëm që shtëpitë e tyre nuk i kanë legalizuar. Ata thonë se janë të gatshëm që të kryejnë obligimet e tyre ligjore. Këto shtëpia nuk janë të legalizuar, na kena qitë kërkesën, kanë thonë duhet me pagu porezin ato që shonë ato rregulla dhe na i përgjigjemi çdo sani, shka i takon ligjit. Ndërsa sa i përket këtij kanali të ujrave të zeza, arsyeja sepse ka mbetur ende pa u rregulluar është për shkak të problemeve në ekzekutimin e projektit ndërtimi i kolektorëve për trajtimin e ujrave të zeza, por këtë vit pritet të zgjidhet ky problem. Për shkak të disa procedura dhe probleme që kemi pas në ekzekutimin e projekteve kryesisht me operatorin ekonomik, është ndërprer kontrata, presim shumë shpejt me për 3 kontrata re e sanimit ujrave të zeza dhe shumë shpejt besoj që për një muaj ose një muaj gjysmë do të fillojmë me vazhdimin e punimeve në ndërtimin e kolektorëve në atë pjesë të rrugës. Haliti e shumë banorë të tjerë ka 20 vite që jetojnë në këtë lagje dhe përgjatë kësaj periudhe ata janë përballur edhe me infrastrukturë të dobët në rrjetin elektrik. Edhe pamjet tregojnë se këto shtylla elektrike po vazhdojnë të paraqesin rrezik për ta. Andaj për këtë, ata kanë adresuar kërkesa edhe në KEC, por që deri më sot ende nuk është intervenuar.
Sot mbushën 96 vjet që nga vrasja e ruajt të popullit Bajram Curi nga ushtria me Zogut. Bajram Curi ishte udhëheqës popullor, ushtarak, senatori i Senatit të Dhomës së Këshillit Kombëtar të Shqipërisë nga 27 mars 1920 deri më 20 dhjetor të vitit 1920. Me 29 mars të vitit 1925 në një shpellë në Gryken e Dragobis u vra Bajram Curi, një ndër veprimtarët e lëvizjes kombëtare shqiptare. Në ndërim të përvjetorit të vrasjes së erojit Bajram Curi, shoqata intelektualve Jakova vendosën kurora me lule pranë bustit të tij në oborin e Universitetit të Gjakovës, Femi Agani. Bajram Curi ka marrë pjesë në të gjitha aktivitetet politike luftarake qysh prej lidhjes shqiptare të Pejës në vitet 1899-1900. Pastaj në vitin 1912 punoi në Kosovë për mbrojtjen e shtetit të pavarur shqiptar. Rushdi Sefa, kryetari i shoqatës së intelektualëve, ngriti lart kontributin e tij. Ishte ai që ndihmoi në ndërtimin, gjithsesi zhvillimin demokratik të shqiptarisë dhe të Shqipërisë. Ishte ai i cili deri në momentet e fundit të vdekjes, pra në shpellën e Dragobis, e kishte synim shqiptarinë dhe zhvillimin e kombit shqiptar. Prorektoria e këtij universiteti është shprehur se kontributdhënësit e këtij vendi që sot nuk jetojnë duhet përmendur e kujtuar gjithmonë. Ne jemi krenar që busti i të madhit Bajram Curi është në oborin e rektoratit, le të jetë si shembull edhe për studentët tanë, le ta dinë se edhe intelektualet dhe çdo njeri me vlerë duhet t'i vlerësoj dhe t'i përkujtoj në çdo moment të gjithë dëshmorët. Pa marrë parasysh 96 vite përpara, ne kemi edhe shumë dëshmorë dhe heronë të cilët i mësojmë dhe i inkurajojmë që të mos i harrojnë dhe të vlerësojnë vlerat dhe virtytet e tyre të larta që kanë lënë pas. Bajram Curi u vra me 29 mars të vitit 1925 në shpellën e Dragobis nga forcat zogiste dhe agentët e shovinistëve serb. Në vazhdim të ndjekim bashkë grafiken e parashikimit të motit për ditët në vijim. Para se të ndamit të ndjekim edhe njëherë disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Janë përkujtuar 14 dëshmorë të rënë më 29 mars të vitit 1999 në betejën e Shishmanit të Bokës në Gjakovë. Me këtë rast janë bërë homazhe pranë varrezave të rënëve, të cilët përmes një lufte të jashtëzakonshme e kanë shkruar historinë. Të dielën në mbrëmje në Kosovë arriti kontingjenti i parë me 24.000 doza të vaksinave kundër koronavirusit të kompanisë AstraZeneca. Disa qytetarë në Gjakovë shohin si arritje të madhe për vendin, e ca të tjerë thonë se nuk do ta marrin atë. Banorët e lagjes së ashtu quajtur pika e zezë në Gjakovë ka kohë që ankohen për mungesë të infrastrukturës, rrugët nuk janë të rregulluara, nuk kanë kanalizim e as ndriçim. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Për më shumë informacione na ndiqni në portalin syri-vision.tv. Mirupafshim.